3.1 kg heroin u sekuestrua në pikën doganore të Kakavijës të destinuar për tregun grek. Policia tha se droga u zbulua në një makinë gjatë aksionit të koduar kuboidi, ku arrestua edhe drejtuesi i mjetit 32 vjeçari Edmond Dorti nga patosi i Fierit. Sasia e heroinës ishte e fshehur poshtë sediljes së pasagjerit në një tub plastik i përshtatur me ngrohje. Brenda tubit ishin futur pakot me lëndë narkotike të dyshuar si heroin. Policia arrestoi Edmond Dortin, i cili po udhëtonte drejt Athinës dhe nisi hetimet për zbulimin e rrjetit të trafikut. Ndërkohë, më herët Blut e Vlorës gjatë operacionit Liqeni kanë bërë të mundur sekuestrimin e 2 ton lëndë narkotike e llojit marijuan. Aksioni i policisë u zhvillua në aksin rrugor të fshatit Kuç në drejtim të Vlorës. Marijuana ishte ngarkuar në një furgon, ndërsa 3 personat që e shoqëronin mallin janë shoqëruar në komisariatin e Vlorës. Policia bën me dije se po punohet edhe për identifikimin dhe ndalimin e personave të tjerë, të cilët janë të përfshirë në këtë trafik. Sasia e drogës që vinte nga Lazarati kishte si destinacion Italinë.